afërt, një personazh që Luizin e ka shoqëruar pothuajse gjatë gjithë karrierës së tij, një kamerman që me Luizin është njohur dhe ka bashkëpunuar që në ethet e së premtes, aty ku Luizi edhe triumfoi me talentin e tij. Mesazhi prekës ka prekur të gjithë shqiptarët dhe të gjithë ndjekësit, ku Luizi shpreh dhimbjen dhe ngushëllime drejt familjes së zotërisë i cili ka ndruar jetë. Sot u trishtova pa mas kur mësova lajmin për ndarjen nga jeta të Enver Hoxhit. Enveri nuk ishte vetëm një kamerman, por një mik i rrugtimit tim artistik. Ai ka qenë aty që në hapat e parë tek ethet e së premtes mbrëma e në festivalet e RTS-s, në koncerte e intervista duke fiksuar me kamerën e tij kujtimet që mbeten të gjalla edhe sot. I qetë, i përkushtuar dhe gjithmonë me buzëqeshje, Enveri la gjurmë tek të gjithë, ne të